Në vazhdim të punës mbi rolin e organeve të qeverisjes vendore në zbatimin e paketës së sigurisë në shkolla, nënprefekti Pogradecit Luan Maxhari së bashku me kryetarin e bashkisë Ilir Xhakolli zhvilluan takimin me institucionet përgjegjëse për këtë problem. Në takim nga përgjegjësi zyrës arsimore Pogradec, Sotiraq Mangëri, u kërkua që pranë çdo shkolle ku ka mungesa, bashkia të realizojë vendosjen e tabelave dhe vijave të bardha, ashtu si kërkoi që policia bashkiake dhe ajo e shtetit të vijojnë me perimetrat e sigurisë dhe mbylljen e të gjitha objekteve që shesin brenda shkollave. Vizimi në përvendet ku nxënësit hyjnë në shkollë. Kemi pasur problem tek shkolla Gjergj Pekmezi, e cila ka 3 biznese që operojnë brenda molit të shkollës. Keq na vjen dhe për ata se kanë ngritur, por nuk mund të vazhdojë më kjo situatë prej disa vite. Kreu i bashkisë Ilir Xhakolli tha se nga ana e institucionit të tij do të jenë në dispozicion të gjithë sektorët për të bërë të mundur realizimin sa më efikas të pikave të urdhëresës së nxjerrë nga ministri i Brendshëm.